Këngëtarja e mirënjohur e muzikës shqiptare, Teuta Selimi, ka shkaktuar shqetësim dhe reagime të shumta tek ndjekësit e saj në rrjetet sociale gjatë ditëve të fundit, pasi ka publikuar një fotografi nga ambientet e spitalit. Imazhi i shpërndar fillimisht në Instastory e shfaq artisten të shtrirë në krevatin e spitalit, e veshur me pijama roz, me pamje të qetë, por njëkohësisht domethënëse. Ajo mban në duar një tuftë të madhe trëndafilash të kuq dhe roz, të cilët duket se janë dhurat nga njerëzit e saj të afërt, ndërsa postimi shoqërohet me një emoj lutjeje. Detaj që ka ngritur menjëherë pikpyetje mbi gjendjen e saj shëndetësore. Publikimi i kësaj fotografie ka bërë që fansa dhe ndjekësit të reagojnë menjëherë, duke shprehur shqetësim, por edhe mbështetje të madhe për këngëtaren. Brenda pak minutash, rrjetet sociale u mbushën me komente dhe mesazhe inkurajuese, ku shumë prej tyre i uronin shërim të shpejtë dhe forcë për ta kaluar këtë moment. Mungesa e një shpjegimi të drejtpërdrejtë nga vetë Teuta ka bërë që kurioziteti dhe aludimet të shtohen. Megjithatë, burimet të afërta me emisionin prive Byli Berta Spahiu kanë hedhur dritë mbi situatën. Sipas këtyre burimeve, Teuta Selimi është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale, e cila fatmirësisht ka përfunduar me sukses. Edhe pse nuk janë dhënë detaje mbi natyrën e operacionit, mësohet se ndërhyrja ka qenë e planifikuar dhe nuk ka pasur komplikime serioze gjatë apo pasaj. Gjendja shëndetësore e këngëtares raportohet të jetë stabile, ndërsa ajo ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe në proces rikuperimi. Vetë fakti që Teuta ka zgjedhur ta ndajë këtë moment me publikun e saj shihet nga shumë si një shenjë transparence dhe afërsie me fansat, duke lënë të kuptohet se ajo po e përballon situatën me qetësi dhe optimizëm. Trëndafilat që ajo mban në duar janë interpretuar si simboli dashurisë dhe mbështetjes që po merr nga familjarët, miq dhe bashkëpunëtorët e saj, të cilët po i qëndrojnë pranë në këtë periudhë jo të lehtë. Reagimet nuk kanë munguar as nga kolegët e estradës shqiptare, ku shumë artistë të njohur kanë shpërndar mesazhe publike apo private, duke i uruar shëndet dhe rikthim sa më të shpejt në skenë. Teuta Selimi, e njohur për zërin e saj të veçantë dhe për karrierën e gjatë të suksesshme në muzikën shqiptare, gëzon një mbështetje të madhe nga publiku, gjë që është reflektuar qartë edhe në këtë situatë. Ndërkohë, fansat presin me padurim një reagim të drejtpërdrejtë nga vetë këngëtarja, e cila pritet që në ditët në vijim të ndajë më shumë detaje mbi gjendjen e saj shëndetësore dhe rikuperimin. Deri atëherë, urimet dhe mesazhet pozitive vazhdojnë të vërshojnë në adresë të saj, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë që Teuta Selimi ka ndërtuar ndër vite me publikun e saj. Të shkuara dhe shërim sa më të shpejt, Teuta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.